Policia dhe agjentët e BK-s kanë zbartuar këtë të premte në kompaninë farmaceutike Evita e vendosur në zonën e Laknasit, ku kryen kontrolle të detajuara të urdhëruara nga Prokuroria e Prokuroria e SPAK Dorina Bejko. Aksioni është pjesë e hetimeve që lidhen me koncesionet në shëndetësi dhe përfshin verifikimin e dokumenteve, kontratave dhe çdo akti financiar të kompanisë që mund të lidhet me këto procedura. Burimet nga SPAK bëjnë me dije se kontrollet janë të fokusuara edhe në transaksionet dhe lidhjet financiare të biznesmenit Klodian Allajbeu, i cili është i njohur për aktivitetin e tij në sektorin farmaceutik. Njëkohësisht me urdhër të së njëjtës prokurore, forcat e policisë kanë ushtruar kontrolle edhe në një firmë tjetër në zonën e Ish-bllokut, në një banesë private në zonën e Selitës, të gjitha në Tiranë. Hetimet e SPAK synojnë të vlerësojnë nëse ka pasur shkelje ligjore apo abuzim me fondet publike të shëndetësisë nëpërmjet koncesioneve dhe kontratave të ndryshme farmaceutike. Aksioni i sotëm tregon angazhimin e strukturave të drejtësisë për transparencë dhe kontroll mbi sektorin e shëndetësisë.